tash po del po viktimizohet këtu para mediave dhe para popullit. Në ata që po thirren, shifni veç deklaratat e zonjës Albulena Haxhiu për votimin e kryeparlamentarëve në historikën prej se lëvizja vetëvendose është në kuvendin e Kosovës, shifni historikën, shifni deklaratat e Albulena Haxhiu, shifni deklaratat e Albin Kurtit që kanë thonë siguroni votat, bëni votat. Nuk e kemi obligim ne opozita me siguru vota lëvizjes vetëvendose dhe kandidatit të lëvizjes vetëvendosje. Dhe shumë mirë këto po dalin edhe po e luajnë rolin e viktimes. Mirë që një parti e madhe që ka udhëhequr me 6 vjet pushtet, tash po del po viktimizohet këtu para mediave dhe para popullit. Bllokues të konstituimit të kuvendit të Kosovës është lëvizja vetëvendosje. Dhe është absurditet i kohës ku e barazojnë zgjedhjen e kryeparlamentarit me zgjedhjen e nënkryetarit. Zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit është një procedurë krejt tjetër që është e rregulluar me rregullorin e kuvendit dhe ju takon ad hoc, ju takon partive më të mëdha edhe partive të komunitetit. Domethënë s'ka asnjë lidhje zgjedhja kryeparlamentarit. Zgjedhja kryeparlamentarit duhet më bë me ndonjë marrëveshje politike, me ndonjë koalicion, se duhet të sigurojnë votat ta kalojnë kryeparlamentarin dhe më pas të hinë në procedurën e votimit të qeverisë. Pra këta nuk i kanë votat dhe po e mbajnë peng konstituimin e kuvendit të Kosovës, po e mbajnë peng Kosovën, sepse po ju konvenon dhe një prej oponentëve që sot u deklaru, shifni me çfarë afera korruptive është duke u përballur dhe e merr guximin del para media, po edhe nuk përgjigjet në pyetje që kanë të bëjnë me aferat korruptive që është i akuzuar zoti Peci.